Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt, ndërkohë do të mbetemi tek tema siç paralajmërova pak më parë, pikërisht ato çfarë po ndodh me kryebashkiakun Erion Veliaj. Ka një kërkesë të Këshillit Bashkiak që i kërkon pikërisht SPAK-ut pra t'i jap leje Veliajt në raport me mbledhjen e ditës së premte. Dhe ndërkohë kjo leje është e justifikuar në dy momente. Së pari, lejimin e përkohshëm për pjesëmarrje fizike, duke qenë se pjesëmarrja e kryetarit të bashkisë është një drejtë funksionale garantuar me ligj, e nevojshme për prezantimin e drafteve buxhetit, raportimeve vjetore dhe çështjeve të administrimit të njësisë vetë qeverisjes vendore. Ju kërkojmë që nëse ndaj tij janë duke u zbatuar masa kufizuese të vlerësohet lejimi i përkohshëm për pjesëmarrje fizike e para, ose nëse nuk është e mundur, mundësimi i pjesëmarrjes nëpërmjet videokonferencës. Këshilli Bashkiak është i gatshëm të bashkëpunojë plotësisht për çdo kërkesë sigurie, protokoll apo logjistik të institucioneve tuaja. Ta nisim me ju, Ardit, çfarë po ndodh realisht? Është normale kjo që nga momenti i shkarkimit të shkoni tek nevoja dhe madje justifikohet se Këshilli Bashkiak ka nevojë të di edhe për vizionin e Veliajt për vitin 2026. Ndërkohë ai është izoluar prej gati 10 muaj. Është një rrjedhoj logjike e institucionit që ne kemi vendosur që interpreton në final kushtetutën jo vetëm gërm, po në frym. Gjykata kushtetuese ka vendosur që nuk mundet të shkarkohet kryetari i bashkisë, pra nuk mundet të hyjet në pushtetin vendor, për arsye që nuk kanë të bëjnë me cënim të rënd të ligjit dhe të kushtetutës. Në këtë kuptim, kryetari i bashkisë në momentin që nuk mund të shkarkohet, normalisht duhet të jetë një kryetar bashkie funksional, që SPAK-u për sa i përket elementeve kryesore siç është kalimi i buxhetit, sepse kalimi i buxhetit është çfarë do të bën 12 muaj në vijim, ai duhet i raportojë Këshillit Bashkiak. Duhet të vijoj pak tek teza që tha Kreshniku me shumë të drejtë, që ka të bëjë me kthimin e normalitetit në normalitet. Ne duhet ta themi me zë të fortë që anormaliteti fillestar ka të bëjë jo me atë që tha Kreshniku, po ka të bëjë me mënyrën se si Aresi me Burg është masa e parë e sigurisë që vendosin prokurorët dhe gjykatat, që propozojnë prokurorët dhe vendosin gjykatat në Shqipëri, për të gjithë qytetarët. Qofshin këta qytetarët zakonshëm këtij vendi, qofshin të zgjedhur siç është në rastin konkret zoti Veliaj. Dhe ne duhet t'i therasim të qartësojmë se anormaliteti vjen prej këtij momenti. Nëse ne do të kishim procedime penale siç ndodhin në çdo vend të botës, pa cënuar lirinë e qytetarëve përmes masave ekstreme të Aresi me Burg, që në shumicën e vendeve të botës janë për krime të rënda, pra janë në çastin që një individ përbën rrezik për sigurinë e shoqërisë, atëherë nuk do të kishim perceptuar në gjithë këto pasoja. Ne jemi në një rrethant të tillë që gjykata kushtetuese ka vendosur që nuk mund të shkarkohet kryetari i bashkisë. Kryetari i bashkisë është zoti Veliaj dhe rrjedhimisht çfarë kërkon Këshilli Bashkiak në rastin konkret, që për sa i përket buxhetit, që është akti më i rëndësishëm, që nuk mundet të delegohet. Pyetja ime e thjeshtë, ku ka informacion Veliaj se çfarë po ndodh me buxhetin e Tiranës? Se ideja është jo të thjesht të shkoj. Jo, po vizion, po. Të shkoj aty të paraqitet dhe të bëj show mediatik. Pra, është realisht një lëvizje nevojshme për qytetin, apo kemi të bëjmë me një, le themi, edhe matje pulsi në raport me se si mund të reagojë këtë tutje SPAK-u. Pra, kjo është dilema. Buxheti propozohet nga kryetari i bashkisë. Në kushtet në cilat jemi, ku kryetari i bashkisë është në Burg, propozimi vjen nga personi që është komanduar si kryetar bashkie. Kjo nuk do të thotë që në debatin mbi buxhetin, vullnetin politik nuk e pasqyron zoti Veliaj si zgjedhur i qytetarëve. Sipas vendimit të gjykatës kushtetuese, ky element, individi i zgjedhur nga qytetarët, është A-ja dhe Z-ja për sa i përket pushtetit vendor. Prandaj ne nuk kemi pse të habitemi nga ky zhvillim. Alin, nuk e di, ju besoj keni pjesëmarrjes në Këshillin Bashkiak. Kemi si Këshillin Bashkiak, ne kemi votuar për shkarkimin. Po, ju do shkoni nëse Veliaj vjen të premten? Në çdo rast do kërkojmë që Erion Veliaj të mbetet në Burg, para sa vlen pesha, fjala jonë, domethënë politikisht. Gjithsesi unë dua të analizoj çfarë u tha këtu më herët. Se duket sikur politikanët e korruptuar që janë para burgim, janë buroja për qytetarët e thjeshtë që pësojnë padrejtësi apo masa të rënda
nga sistemi i drejtësisë. Fakt, kjo gjë s'ka ndodhur ndonjëherë, të rralla janë rastet kur politikanët janë para burgim, mund të mërojnë me gishta ndoshta të njerëz dorë, çik më shumë. E dyta, nuk është e vërtet fakti që këtu për çdo akuzë merret gjithmonë masa e sigurisë para burgime, po të marrë një rast personal. Prej vitit 2017, ndaj meje ka një akuzë, vazhdo një proces gjyqësor si organizator dhe pjesëmarrës të bind palishëm dhe si kundërshtues i forcave të rendit. Protestonin 2017 për të shpëtuar një park këtu te ish parku autobusëve. U dha leje ndërtimi nga Velia, u bë kull edhe aty. Protestuam, më mbajtën një 10 orë në polici, më shoqëruar me forcë, por nuk është se më kanë... Akuza nuk ka ikur? Jo, akuza vazhdojnë, jemi në gjyq kështu shkallë mbas shkallë, vazhdojmë luftojmë për drejtësinë e kësaj gjëje dhe nuk është se mua më kanë izoluar 7 vjet, po themi për këtë akuzë. E dyta, krimi i korrupsionit është një krim i rënd. Është krim i rënd, sepse përmes korrupsionit, ti përveç se je kontribues në kalbin e shtetit, korrupsioni sjell pasoja. Shpeshherë pasoja mbi jetën. Qofse ti vjedh parat që do shkonin për spitale, për ilaçe, për mjek, për infermier, ti praktikisht ke kontribuar në vdekjen e qytetarëve tu. Pra korrupsioni është vepër e rëndë dhe për këtë arsye zyrtarët që akuzohen për korrupsion, për mendimin tim duhet ndigjen para burgim. Sidomos kur ata, duke qenë të lirë e duke qenë pushtet, mund të ndikojnë në mënyrë të paligjshme procesin. Spaku, një nga arsyet pse mban para burgim Erion Veliajin, është se ka të dhëna se Erion Veliaj dhe njerëzit e tij përpiqen ndikojnë dëshmitarët, manipulojnë provat e gjërat të natyre. Pra, Erion Veliaj nuk mund të ndiqet... Ju e dini që ai ka marrë sot një mbështetje nga kryebashkiaku i Istanbulit? E pash, e lexoj dhe aty tani që zoti Imamoglu i thot Erion Veliaj... Je frymëzim, ma kalo pak, ja vetëm një sekondë, se shumë interesante. Çfarë paralelizmi bën Imamoglu me Veliajin? Para se vjen Imamoglu. Vetëm ma kalo pak ato, ja ku është, ta lexoj pak. Si mbrojtës të demokracisë, përvojat tona të përbashkëta, thot Imamoglu, zbulojnë një të vërtetë që i kalojnë kufijt. Lufta për demokracinë në një vend është në thelb një luftë për demokraci kudo. Çdo qëndrim për drejtësi dhe çdo mbrojtje e sundimit ligjit forcon përpjekjen e përbashkët që lidh shoqëritë e lira dhe të drejta me njëra tjetrën. Ai vijon më tej me këtë rast domethënës, pra rastin tuaj, dëshiroj të shpreh solidaritetin tim më të thellë, admirimin dhe miqësinë time. Pres me padurim të takohemi sërish në një të ardhmë të afër si koleg, miq dhe besimtar të palëkundur në premtimin e demokracisë. Se mund ta vazhdoj argumentimin. Ky është Imamoglu për Erion Veliajin. Goebbelsi do ishte kështu foshnjarak në epokën moderne të deformimit. Tani edhe Imamoglu e bët... Po si mbrojtës demokracisë. Vjen arsyetimit edhe 1 minutë dhe nuk flas më për këtë çështje. Tani zoti Imamoglu ose është i keq informuar, ose është aq i dëshpëruar sa që kërkon bashkëvuajtës kudo. Ka lexuar që është dhe i kryebashkiak në gjendje arresti dhe është gati të heqi vijën e barazisë. Tani, unë nuk e di nëse zoti Imamoglu është i korruptuar apo jo, unë e di, sepse ndjek politikën në Shqipëri që Erion Veliaj është i korruptuar. E dyta, unë nuk njoh një organizatë të drejtave të njerëzit që t'i ankuar se Erion Veliaj mbahet në burg, ndërkohë që për rastin e Imamoglus ka reagime të tilla. E treta, Imamogluja është rivali kryesor i presidentit Erdogan në Turqi. Erion Veliaj, rivali kujt është? Kujt, më thënë, kush fa e mban në burg si të persekutuar politik Erion Veliaj? Edi Rama? Po thoni që e mban Edi Rama? Çfarë kuptimi ka? Pra nuk ka fare kuptim, nuk mund të hiqet paralele. Jo, e ka hequr vetë zotëria. Unë e marr si shembull dhe mund të jetë aq hallexhi sa që duket sikur letra e sotme me mira vitet burg dhe do të gjej një paralele kudo ku. Kjo ka një lloj vlere, se është një letër personale që Veliaj vetë ka publikuar. Pra ai mund mos e publikon, nëse do mendonte që s'ka peshë. Imamogluja është kandidati rival me Erdoganin zgjedhje dashje prezidenciale. Erion Veliaj rivali kujt është? Këtë ma thoni. Në kush e mban burg? Kush është ai armik politik e Erion Veliaj që ka shumë frikë nga Erion Veliaj sa po e mban burg? Dhe mos harroni diçka. Drejtësia në Shqipëri nuk është si drejtësia në Turqi. Drejtësia në Turqi është paktën pas grushtit i shtetit, ne e dimë që është të jetë kontrolluar politikisht. Nuk mund të thuash tu që SPAK-u edhe GKK-ja janë automatikisht në të gjitha rastet Vegjat e Ramës, ndryshe dalin dhe teza e Berishës që një ditë thot bravo SPAK-u që ka po vjen mirë Belinda Balluku, një tjetër thot ju jeni pro SPAK-u të Alin si lëvizje. Ne më bëj një analizë pavarësisht çka ka ndodhur unë bëj një analizë objektive. Unë jam i pakënaqur nga SPAK-u për shumë gjëra që duhet i bënte dhe nuk i ka bërë. Jam i pakënaqur për faktin që Belinda Balluku nuk është në paraburgim sot. Dakor, duhet të jetojë në paraburgim, nuk mund të vazhdojë të jetë e akuzuar për korrupsion, për abuzim tendera, për favorizim tendera dhe tjetë zëvendës kryeministër dhe ministre e ministrisë më të pushtetshme në Republikën e Shqipërisë. Por ama unë nuk jam si Sali Berisha që del e thot
Spaku rekomandon me telekomand për çdo gjë Edi Rama. Edi Rama, okay. Sigurisht ka një luftë ndikimesh politikë kombëtare, po situata është komplekse. Fjalën e Sturit. Kishte diçka këtu tek një kundërshtim nga premisa nga cila unë Arlindi pak më parë. No? Ky qëndrim është i imi, ka qenë imi përpara sa të bëhesh deputet, ka qenë publik dhe është i lidhur me fakte. Ne në Shqipëri kemi numër të barabartë të burgosur me numrin e paraburgosurve. Nuk ndodh kjo në asnjë vend më shumë paraburgosur se sa të burgosur. Nuk ndodh kjo në asnjë vend perëndimor që janë shtetet së drejtës, ku të paraburgosurit janë më shumë se sa të burgosurit. Sepse arresti me burg është i lidhur me mundësinë me rrezikun që përbën në shoqëri drejt për drejt një individ. Ne kemi pasur dhe kjo është një mentalitet që na vjen nga komunizmi, nuk është mentaliteti viteve të fundit. Një mentalitet që na vjen nga komunizmi, e kemi pasur gjithmonë këtë statistik dhe sa nuk jam kënaqur kur qytetarët zakonshëm arrestoheshin dhe futeshin në burg, aq nuk kënaqem as për politikan. Sepse kjo ka të bëjë me nuk bën asnjë dallim midis njeriu të pushtetshëm dhe qytetarit në jetën e përditshme. Në kuadër të parimit. Për sa i përket arrestit në burg si mas paraprake, unë bëj me qytetari nuk ka pushtetin që të ndikojë në procesin hetimor, bëj me riskun që ka të bëjnë në shoqëri. Sepse në fund ditës, prandaj janë gjykata që vendosin në fund dënimin me burg dhe atëherë kushdo që dënohet me burg duhet të vuaj dënimin e tij dhe madje mos t'i quhet 1-2. Se ne shohim dënime me burg për 3 vite që pastaj dalin direkt, sepse quhet 1-2. Ujdinë e pritshme e Rama Berisha, që mund prek edhe reformën drejtësisë. Do bëj një pyetje? Patjetër, ta përfundoj, siç të dëgjova më. Pra, kënaqësia e madhe e këtyre masave, të cilat janë represive, janë për mua cënimi i lirive dhe drejtave njerëzit. Dhe këtu Unë qoftë se publiku i do Ardit si t'ja bëjmë. Po nuk është çështje publiku, këtu vjen. Pra, këtu kemi të bëjmë me një devijim. Atëherë le të themi që ka qenë represiv Spaku. Demokratik liberal, siç ne ka qenë represiv gjykata atëherë. Janë antikushtetuese këto janë gjë antikushtetuese. Nuk është problemi, ka një problem. Ka raste të cilat gjykata evropiane drejtave njerëzit ka folur në rastin e Gëllçit në fakt. Vetëm rasti Thoma Gëllçit është shumë specifik, rasti për shkak të rrethanave si ndodhen gjërat. Ai u vetë dorëzua këto që në arrest flagrancë është shkelje hapur e ligjit. Problemi është tu. Unë jam shumë dakord me ju. Po çështja është që ky parlamenti që ne kishim, kishte në seancë dëgjimore të gjitha organet e drejtësisë, KLP, KLG. Kjo çështje u ngrit. Por duhet futen në rezolut, sepse nëse ka një mënyrë për të adresuar mënyrën si funksionon, qoftë prokuroria, qoftë gjykata, është që organet që drejtojnë sistemin gjyqësor dhe sistemin prokurorisë, jo zbatoni ligjin. Jo vetëm zbatoni ligjin, sepse kjo nuk është çështje ligji. Çështje ligji. Jo, ata brenda ligjit janë. Kjo është politikë penale. Çdo mas që jep Spaku është brenda ligjit. Politikë penale, ore prokurori nuk ka gjithë tagat shkoj kërkoj çdo masë që don ai. Ai arsyeton prokurori. Po, nuk është brenda ligjit dhe masa arrestit edhe asnjë mas. Është gjithmonë brenda ligjit. Dhe është rast pas rast. Po është i qartë në ligj se kur jepet arresti me burg. Po pra, po të marrësh mënyrën se trajtohet nga gjykata shqiptare, duket sigurisht masa më normale. Problemi është që nëse nuk ka një politikë dhe politikën penale e bëjnë organet e drejtësisë, që do të thotë, ti dashur prokuror nuk mund të shkosh për çdo kërkesë. Kjo nuk është gjë që ka ndodhur në një harë kohë, kjo është gjë që është transferuar në vitet pafund. Okej, megjithatë unë kam ngul edhe një herë se publiku do ishte totalisht kundër këtyre masave të lehta që ju thoni. Tani duhet parë dhe kjo. Pra interesi i publikut, nëse do ta shohim në interesin e publiku është kundër masave ndaj personave që perceptohen sikur kanë kryer krimin. Po patjetër. Nëse ti flet për një person që akuzohet se ne po flasim për as nuk e di që është masë. Kjo është pjesë e debatit publik, se ne saktësojmë që në çastin që ndodh. Ne po flasim për njerëz të zakonshëm, po flasim për njerëz me pushtet. Arresti me burg, vëlla, ç'është më. Arresti me burg ka prodhuar që të gjithë ata që janë të dënuar, qofshin edhe për korrupsion, pra për krime kollare të bardhë, të gjithë ata që janë dënuar kanë vuajtur më pak se gjysmën e dënimit, sepse ju njihet gjykimi shkurtuar, ju njihet paraburgimi 1-2 në vuajtjen e tyre, pse do të ndryshonte edhe opinioni publik. Mund të jetë dhe kjo analizë. Pra është mënyra se si ne ngrëm debatin. Nëse ngrëm debatin, siç tha pak më parë Arlindi, që pres që filani të jetë në burg, kjo është emocionale shumë. Është racionale, për shkak se dëmi që ata i kanë bërë shoqërisë duke vjedhur, dëmi që i kanë bërë shoqërisë duke vjedhur, kërkon që ata të hetohen në paraburgim. Fakti që ata kanë mundësi ta ushtrojnë pushtetin
dhe të Ne duhet të intimidojnë nxisim dëshmitarët, të prokurorin manipulojnë prova dhe gjykatën dhe të që instrumentalizojnë pushtetin për shpëtuar dhe t'i lëkurët e futet deri tyre, në fund është një dora arsye tjetër për dhe t'i të mbajtur dënoj paraburgim. ata të cilët janë për të dënuar. Ajo pyetje që unë po Dhe ne s'do të parashtroj si kënaqemi nga tezë masa, tani ne dhe jo duhet si të kënaqemi nga pyetje, dënimet. më fal ta mbaroj dhe unë me mirësjellje, është kjo që një nga ujditë e mundshme Rama Berisha kur shkoi punat e reforma në drejtësi, tani këto janë hipoteza, por unë e nuhas nga qëndrimi i palëve, është që për akuzat e korrupsionit dhe për akuzat që prekin zyrtarët shtetit të mos ketë më masa paraburgimi. Ta këtu kanë konsensus plot. Pra këta kanë konsensus plot për shpëtuar lëkurën e tyre. Nestori, themi pak tek ajo çfarë po ndodh. Çështja politike penale nuk ka të bëjë fare me nen. Sepse po ti je shkelje kushtetutës, do dilje gjykata kushtetutë, do thotë dilni zgjedhja. Jemi brenda ligjit. Sa nuk është shkelje kushtetutës, dhe sa kohë ka vendime të gjykatave për masat e paraburgimit. Pra nuk është vetëm prokurori. Është dhe një gjykatë. Ato janë certifikuar gjitha nga gjykata. Atëherë kjo është e ligjshme, është kushtetuese. Dhe sigurisht që ka pesh pasaj, për diçka që e ligjshme dhe kushtetuese, ka pesh vullneti shoqërisë. Ka pesh vullneti shoqërisë. Kush thotë ç'na duhet ne ç'a mendon shoqëria për këtë gjë? Kur, po them dhe herë, nuk ka shkelje të kushtetutës, duhet mbaj koston politike për këtë qëndrim. Nestori, kthehej pak tek ajo çfarë po ndodh me Këshillin Bashkiak. Këtu kemi, unë shoh më shumë lëvizje politike se sa juridike. Si e gjykon? Pra, ky Këshill Bashkiak që e shkarkoi, ky Këshill Bashkiak kërkon tani opinionin për buxhetin e vitit 2026. Shika, unë mendoj se është lëvizje politike, padyshim që po. Edhe shfrytëzon një ngërç ligjor, që vjen edhe nga vendimi i gjykatës kushtetuese. Por tani, pavarësisht, domethënë, varet se si e shikojmë edhe apo i trajtojmë një problem të caktuar. Nëse do flasim thjesht në kuadër teorik të çështjeve që kanë bëjnë me aspektet ligjore, edhe kjo që thotë Bido është shumë e saktë, edhe një interpretim tjetër shumë i saktë. Problemi është ndonjëherë sepse është e dhimbshme e gjitha kjo, sepse kemi të bëjmë me fati njerëzish, padyshim që po. Por ne në logjikën tonë apo në arsyetimin që bëjmë lidhur është vetëm teorike, është në një situatë normale, nëse do të jetë një situatë normale, atëherë e gjitha ky interpretim ligjor që mund bëhet zësens edhe ka vlerat e veta. Por, më duke se ne nuk jemi në kushtet normale. Jemi në kushtet veçanta në cilat realisht sot që flasim, çështja e luftës kundër korrupsionit dhe abuzimit me pushtetin është çështja themelore, thelbësore, të cilën ngrihet në çdo raport për Shqipërinë. Bashkimit Evropian edhe më gjerë. Bashkimi Evropian, Departamenti i Shtetit, shqetësimi numër 1 i qytetarëve. Dhe shqetësimi numër 1 i qytetarëve. Kjo vjen dhe si rezultat i problematikave që ka pasur drejtësia shqiptare, që ka qenë e kapur nga politika, dhe ky intervenim i faktorit ndërkombëtar, duke inicuar, duke mbështetur SPAK-un, dhe që lufton pikërisht ndikimin e politikës tek drejtësia, por përkundrazi e stimulon atë dhe mbështet për të goditur korrupsionin, pa marrë parasysh as ngjyrat politike dhe as forcën politike të atyre që bien pre hetimeve të tij, atëherë ne duhet i japim mbështetje. Opinioni publike ka dhënë mbështetjen. Pikërisht pra është. SPAK-u është një nga institucionet më të mbështetura. Ndaj dhe në opinionet tona që japim këtu, ne duhet ta fusim këtë aspekt. Pra, është një momentum i veçantë i cili padyshim në kushte normale mund të hante çdo lloj debati ligjor, por në edhe mbi drejtat e njeriut, patjetër, por në kushtet aktuale, këtu duhet prevalojë interesi publik, po më thua. Evidente, do të thonë që korrupsioni ka qenë një fenomen i cili realisht ka kapur për gryke gjithë zhvillimet e mundshme, jo vetëm në ekonomi, por dhe në politike kudo, sepse ka qenë i lidhur, kanë qenë hallkat lidhura me njëra tjetrën, padyshim që ne duhet ta mbështesim këtë gjë. Dhe realisht edhe çështja e raportit tani se si ndiqet del në plan të dytë krahasimisht me atë që është kryesori, që është lufta kundër korrupsionit. Padyshim që ka çështje të cilat mund ja lë juristëve për interpretim. Në këtë rast, ke një ide çfarë mund vendosë SPAK-u? Ja janë lënë dorë avokatëve e ka pak vështirë se duhet përgjigje SPAK-u në këtë rast. Tyre në gjyq, pra kur është proces gjyqësor, por
në atë që është evidente që ka të bëj pikërisht me luftën kundër korrupsionit, ky është një element i cili domethënë nuk merr peshën e rëndësishme. Ne përkundrazi, siç e stimulojnë, siç e mbështesin ndërkombëtarët këtë luftë kundër korrupsionit, do ta mbështesim dhe ne. Dhe këtu nuk bësh sanksione ndryshme, domethënë që ta tolerosh këtë aspekt. Shiko çka ka ndodhur. Deri tani ne kemi parë se po lidhet edhe njëkohësisht edhe me Berishën. Berishës i ka rënë pikërisht ajo çështja që SPAK-u është i Ramës. Dhe është mash në duart e Ramës për të goditur opozitën. Nuk e përdor dot më. Pra kemi hetime, sidomos edhe akuzat e fundit që kanë prekur edhe qeverim, në cilët tashmë vetë Berisha nuk mund ta përdor dot më. Dhe ky është një element i cili padyshim që duhet përshëndetur. Kur vetë Berisha nuk e ka më një si armë, domethënë që ta përdor qoftë e thot për ditat propagandistike. Jo, nuk po ta vini re SPAK-u i tij, domethënë as nuk s'ka pe tha dhe sot, mos kemi rak për atë. Doktori e ka ulur tonin, e vërtet. E ka ulur shumë tempin. Dhe nëse e ka thënë sot, e ka thënë për merak vet, jo për çështje të tjera. Skap jo, tha sot është vegël e Ramës, prandaj nuk merr në pyetje Ramën për 21 janarin. E tha sot. Shiko, këto janë reminiscencat të Berisës, cili nuk mund të heqë dorë nga ai që është. Edhe që nuk ndryshon, është vështirë ta kuptojmë. Ne realisht ishte një atu që të përmendje, paktën gjithë establishmenti tjetër ke Partia Demokratike janë detyruar të thonë që ne mbështesim SPAK-un, ne do të shkojmë të i përgjigjemi dhe të shkojmë pikërisht kur na thrasin. Pra, ka ndryshuar shumë retorika në këtë kuadër. Dhe kjo është e vërteta. Ka një mbështetje shumë të fortë dhe më së fundmi edhe vizita fundit e Fleming që erdhi në Tiranë, që ishte mbështetje e hapur, e dukshme e SPAK-ut për të thelluar pikërisht edhe luftën e vetë dhe hetimet lidhur kundër me korrupsionin, është një tregues i qartë, domethënë që me që më kujtove këtë vizitë kishte dy foto aty të veçanta, një me Altin Dumane dhe një me Klodian Bravo. Mund të jetë një element që tregon se mund të kemi nesër kryetarin e ri të SPAK-ut? Ja, nuk besoj. Kjo foto tregon gjë apo është rastësi? Ja, për mua është rastësi. Okej, me që e njeh si funksionon në mënyra, është rastësi? Jo. Nuk është rastësi. Ti më duket ke qenë e ke thënë që në fillim për Klodian Braun. Spahiu, dua një pyetje teknike, këtu lejen për Veliajn, duhet ta jap SPAK-u apo do ta jap gjykata në fundit? Po nuk ekziston si procedurë. Besoj e lexove kërkesën e Këshillit Bashkiak. Jepi një përgjigje juridike. Çfarë përgjigje juridike mund t'i japësh kësaj kërkese? Kjo është një procedurë që fillon nga Drejtoria e Burgjeve, e cila në praktikën e masave të sigurimit zakonisht lejet jepen në rrethana të jashtëzakonshme, siç është rasti i fatkeqësive. Për shembull, që marrë një rast konkret, për shembull që kur vdes prindi, bashorti, fëmia, një nga familjarët, shkohet në varrimin në funeral, i jepet mundësia të paraburgosurit për të marrë pjesë në fatkeqësi, në një smundje. Tani, a mundet të klasifikohet dhe të interpretohet si rrethane jashtëzakonshme? Po dasëm, edhe dasëm, mund të jetë buxheti. Para jam i për dasëm. Tani mbetet për të parë. Buxheti si dasëm. Por, shiko, tani unë duhet bëj një analizë tjetër. Le të presupozojmë që ju dha leja. Unë mendoj që me dhënien e lejes për të vajtur në një mbledhje të Këshillit Bashkiak, as Këshilli nuk bën një zgjidhje afatgjatë, as Erion Velis nuk i bën vetë punë. Pra, unë e shoh në këndvështrimin e juristit. Sigurisht që ndoshta kjo përdoret si një mundësi për të justifikuar pastaj më pas ligjërisht një mbrojtje në procedurë, që do të thotë që Erion Velia është bashkëpunues me drejtësinë, nuk e pengon hetimin dhe duhet ndryshuar masa. Po, taktikisht funksionon. Por, nga ana tjetër,
do të thoja që në ditën në vijim, gjykata kushtetuese ka çështjen e Erion Velis, për sa i përket masës së sigurimit, është e njëjta gjykatë e cila konsideroi të paligjshme dhe antikushtetues shkarkimin e Erion Velis si kryetar bashkie nga Këshilli Bashkiak, është e njëjta gjykatë e cila duhet vlerësoj nëse Erion Velis janë shkelur të drejtat dhe liritë themelore si një organ i zgjedhur në vënien e masës shtrënguese ekstreme të arrestit me burg apo jo. Pra, vetë gjykata supreme, pra gjykata kushtetuese në këtë rast, ka mundësinë për të interpretuar dhe për të gjykuar rastin Erionit dhe më pas të zgjidhji edhe gjithë këtë... Qa vendimi mund të marri, Kreshnik, se shumë interesante. Mund edhe ta lirojë gjykata kushtetuese? Jo, unë parashikoj një gjë tjetër, që jemi sinqert, unë parashikoj që gjykata kushtetuese as nuk do e pranoj dhe as nuk do e refuzoj Erion Velin, por mund të konstatoj probleme procedurale dhe t'ja kthej gjykatës lartë për rishikim çështje. Okej, pra nuk do mbaj përgjegjësinë për një hap që do ishte shumë edhe një, do konsiderohet edhe si një lëvizje politike, apo jo? Po, dëgjoj, duhet kemi parasysh se në rastin e Erion Velis do kishin ekzistuar gjithë rrethanat për ndryshimin e masës sigurimit, siç ndodhi për Sali Berishën dhe shumë të tjerë, por prokuroria ka përdorur një argument të çështjes përgjimeve, të cilën, me thënë drejtën, nuk jam shumë i brendshëm në çfarë ka ndodhur në seancë gjyqësore, por argumenti që është përdorur që duhet ndryshuar masa janë bisedat telefonike dhe nuk e di tani se nga këto telefonata si janë interpretuar nga gjykata pastaj si rrethana të cilat rrethana rënduese për të mos ndryshuar masën e sigurimit. Pra është një çështje shumë e ndërlikuar, por ajo që doja duhet pritur gjykata kushtetuese. Okej, vetëm diçka shumë shkurt para se të shkojë publicitet. Si e konsideron këtë lëvizje të Erion Veliajt për të bërë publike një letër të Imamoglu që këtu bjem gjithë dakord, nuk është një situatë paralele, po ai e paraqet arrestimin e Veliajt të ngjashëm me arrestimin e tij në Turqi. Kjo është një lëvizje politike Erion Veliajt apo thjesht një mesazh mbështetje? Unë mendoj që është një mesazh mbështetje sepse politikisht publikosh letrën e ish kryetarit Bashkisë së Stambollit nuk mendoj se fiton, po humbet, qoftë në rrafsh diplomatik, politik, po edhe në shumë alianca të tjera të cilat do interesonin, sepse jam këtu ndaj të njëjtin opinion me zotin Arlim Qorri, për faktin sepse në një interpretim të thellë nëse do të bëhet, nëse kryetari i Bashkisë së Stambollit pretendon që mbahet si burgosur politik nga presidenti Erdogan, atëherë i bie për analogji, i bie që përdoret që edhe politikisht Erion Velia tjetë në burg nga Edi Rama. Zoti Sfaju, ram dakord që s'është e njëjta gjë, po këtë gjë e di dhe Veliaj, po pse ai e publikoi se letra ka qenë personale? Pse ai e publikoi për të dhënë një mesazh kujt? Dëgjoj, për t'i dhënë një mesazh, mendoj që për t'i dhënë një mesazh drejtësisë dhe opinionit publik për ta konsideruar veten të burgosur politik. Pra, taktikisht, unë mendoj që çdo lajm që del për Erion Velin, vetë Erioni e konsideron pozitiv. Pse? Sepse është një lojë, është një debat mediatik. Kështu që nuk ka se si mos e përdori një letër nga një personazh i cili... Kjo është e vërtet se sot kishim... Na bërin e sot që diskutojmë në kamera. Kishim jo një, po dy lajme për Erion Veliaj, sidomos lajmi i Këshillit Bashkiak që ishte komplet një diçka e pa dëgjuar ndonjëherë për sa i përket që nga themelimi i SPAK-ut. Shkojmë publicitet dhe rikthehemi për të vijuar diskutimin.